Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Vuani nga pagjumësia, ja ushqimet që ju vendosin në gjumë për 30 sekonda. Si mund të bëni një gjumë të mirë? Një recetë e mirë për të pasur një gjumë të lehtë dhe të thellë është edhe konsumi frutave. Sipas një studimi, ngrënia e frutave të kivit përpara se të flini ju ndihmon për një gjumë më të thellë. Por cilat janë ushqimet të tjera të cilat ndihmojnë për një gjumë më të qetë? Sipas ekspertëve në këtë listë do të rendisim disa nga përzgjedhjet më të mira për cilësinë e gjumit. Studimi ka treguar se ngrënia e 2 frutave të kivit para shtratit çon në një gjumë më të mirë sipas rezultateve të një studimi të vitit 2011 në Universitetin Mjekësor të Taipeit, citon The Guardian. Kivit ka në nivele të larta të serotoninës, e cila është kritike për të fjetur, por cilat janë ushqimet të tjera të cilat ju ndihmojnë në cilësinë më të mirë të gjumit. Shpendët dhe frutat. Mishi pulës dhe i gjelit të detit ka nivele të larta tripofani, e cili gjithashtu rrit serotoninën. Ushqimet që ka nivele të larta të tripofani dhe vitamina B6 ju ndihmojnë që të krijoni një melatonin, hormonin e gjumit, citon Neirin Lakman, ekspert i gjumit. Në fast sleep, burimet të tjera janë edhe fasule, thjerza, djathi, toni, vezët, drithrat, arrat dhe farat, ose ju mund të konsumoni melatonin vetë. Kjo do të përfshijë të gjitha ushqimet si qershit, lëngqershie dhe tërshër. Bananet dhe perimet me gjethe gjithashtu janë një zgjidhje shumë e mirë. Ushqimet që janë të pasur me kalium dhe magnez ndihmojnë që të çlodhni muskujt, sepse shumë njerëz vuajnë nga shqetësime të tilla si këmbët të lodhura, citon Reckelman. Burimet më të mira të magnezit përfshijnë drithrat, arrat dhe perimet me gjethe të errët. Ushqimet e pasur me kalium përfshijnë bananet, pataten, kajsin dhe qumshtin. Një studim i vitit të 2017 nga Universiteti i Colorado zbuloi se fibrat biotike të gjetura në ushqime të tilla si qiqrat, artiçoka dhe preshi, të cilat janë ushqime të mira për zorët, përmirësojnë edhe cilësinë e gjumit. Për një gjumë të thellë dhe më të mirë duhet të bazoheni gjithashtu edhe në produkte sa më natyrale. Çaji i kamomilit mund t'ju vijë në ndihmë në këto raste. Çaji i kamomilit ka efekte zbutëse për trupin, zakonisht rekomandohet për dhimbjet e stomakut, pasi ndihmon tretjen dhe lehtëson tensionin e brendshëm. Sidoqoftë, kamomili ka prova tjetër shumë efektiv në zvogëlimin e simptomave të stresit, siç janë pagjumësia dhe ankthi. Bajamet kanë në gjithçka që trupit i duhet për të marrë një gjumë më të thellë. Të pasur me magnez, qumshti i bajames ka prova të jetë efektiv kur bëhet fjala për nxitjen e gjumit. Si qumshti i lopës, qumshti i bajames ka tripofan dhe falë kësaj, trupi mund të prodhojë melatonin. Ky hormon është thelbësor për të rregulluar oraret e gjumit, dhe kjo është një arsye pse njerëzit me pagjumësi kronike priren të marrin shtesa të melatoninës për të fjetur si duhet. Çaji i jeshil. I pasur me antioksidant, çaji i jeshil është një mundësi shumë e mirë. Sidoqoftë kur bëhet fjala për gjumin, ai me kafeinë është alternativa më e mirë. Ky çaj ju relakson dhe largon stresin, duke ju ndihmuar të flini më mirë dhe më qetë gjatë natës. Bananet. Bananet gjithashtu përmbajnë tripofan përveç dy mineraleve kryesore për relaksimin e muskujve, kalium dhe magnez. Fruti ka efekte qetësuese në funksionin në mënyrë integrale dhe zvogëlon stresin fizik. Gjithashtu sasia e fibrave dhe karbohidrateve mbush stomakun dhe çon në ndjesinë e ngopjes, gjë që rrit dëshirën tuaj për të fjetur. Qumshti i arrës së kokosit. Qumshti i arrës së kokosit përmban magnez dhe kalium, dy minerale që janë aleate të relaksojnë muskujt dhe sigurojnë gjithashtu një gjumë më të mirë. Përveç kësaj, ato zvogëlojnë presionin e gjakut dhe entjen në veshka. Falsasive të mëdha të elektroliteve natyrore ndihmojnë trupin të ekuilibrohen dhe të relaksohen. Një ndihmë të mirë në cilësinë tuaj të gjumit ofron edhe lëngu i qershive ose fruti i qershisë, duke ndikuar kështu edhe në përmirësimin e cilësisë më të mirë të gjumit dhe parandalimin që mund t'i ndodhë trupit tuaj nga problemet e pagjumësisë. Lëngu i qershisë. Si qumshti përmban tripofan, prandaj ai mund të prodhojë hormonin melatonin duke përmirësuar cilësinë tuaj të gjumit. Ky lëng është testuar në disa studime për të trajtuar pagjumësinë dhe është provuar një nga opsionet më efektive për ta luftuar atë, duke siguruar më shumë orë pushimi gjatë natës. Çaji i mentes. Çaji i mentes lehtëson dhimbjet e stomakut për shkak të vetive të tij antiinflamatore.
Mentët gjithashtu zvogëlojnë intensitetin e tyre duke lejuar trupin të pushojë si duhet. Nëse jeni duke u përgatitur për një provim ose prezantim të rëndësishëm, ky çaj është një mundësi e shkëlqyer për të marrë parasysh. Qumshti i ngrohtë. Qumshti i ngrohtë është një nga opsionet më të mira për të nxitur gjumin e thellë dhe komod. Ai përmban triptofan, i cili rrit serotoninën në tru, një substancë që na jep ndjenjën e lumturisë dhe mirëqenies. Hormoni melatonin prodhohet më së shumti në këto kushte dhe është thelbësor, pasi mund të nxjisë gjumin edhe ata që vuajnë nga pagjumësia kronike. Ndaj, nëse doni një gjumë më të mirë, atëherë duhet të bazoheni në produktet më të shëndetshme. Frutat e thata. Kikerikët, bajamet, fistiket dhe arrat e tjera mund të përshpejtojnë metabolizmin dhe të rrisë temperaturën e trupit. Përveç kësaj, ato përmbajnë gjithashtu melatonin, një hormon që ju ndihmon të kontrolloni ciklin tuaj të gjumit. Kanella. Kanella gjithashtu mund të rrisë temperaturën e trupit dhe të bëjë pjesë të grupit të ushqimeve që mund të konsumohen përpara se të shkoni në shtrat. Preferohet të shtoni kanellë në një gotë me qumësht dhe ta pini përpara se të shkoni në shtrat. Triptofanit e qumshtit funksionon duke nxitur gjumin. Bananet janë të pasur me vitaminët B dhe magnez, ndaj ndihmojnë në funksionin e gjendrës tiroide dhe në rregullimin e temperaturës së trupit. Magnezi ndihmon edhe në muskuj që të relaksohen. Xhenxhefili. Xhenxhefili është një tjetër ushqim që na ngroh. Vetit e xhenxhefilit mund të kenë efekt relaksuese për enët e gjakut, gjë që kontribojnë në një qarkullim më të mirë të gjakut. Çaji me xhenxhefil është një nga opsionet e preferuara që duhet të konsumoni përpara se të shkoni për të fjetur. Ushqimet të tilla janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese. Kosi. Mikrobioma e stomakut lidhet drejt për së drejti me cilësinë e gjumit. Studimet thonë se bakteriet e stomakut kontrollojnë jo vetëm humorin, por nivelin e stresit dhe ritmin për të fjetur. Ato kanë nevojë për ushqim dhe probiotik, të cilët janë të shëndetshëm për mikroflorën. Kosi është shumë i pasur me probiotik dhe sipas ekspertëve, ai duhet të konsumohet 3 herë në ditë. Duke përmirësuar kështu mikrobiomën, kosi ju ndihmon të flini më mirë. Bajamet. Një sasi prej 40 gram bajame ofron 25% të nevojës ditore për magnez. Mungesa e këtij minerali është e lidhur drejt për së drejti me pagjumësinë. Bajamet mund t'i përzieni me kos ose edhe t'i përfshini në sallata. Vishnjat. Vishnjat janë të pasura me melatonin, një hormon i cili është i domosdoshëm në përmirësimin e gjumit. Vishnjat dhe lëngu i tyre janë vetëm freskuese për organizmin, por edhe të pasuruar me melatonin. Njerëzit që hanë vishnja rregullisht bëjnë një gjumë më të mirë. Tërshëra. Tërshëra është një burim i pasur i karbohidrateve dhe magnezit. Karbohidratet ndihmojnë në përmirësimin e cilësisë së gjumit. Tërshërën mund të hani në darkë ose në mëngjes, të kombinuar me ushqime të tjera për një gjumë më cilësor. Mjedra. Mjedra është e pasur me fibër, e cila ndihmon njeriu të flerë më gjatë. Të rriturit ka nevojë për 25 deri në 35 gram fibër në ditë dhe një filxhan me mjedër ofrojnë 9 gram fibër. Burime të tjera të fibrës që ju ndihmojnë të flini më mirë janë fara chia dhe kivi, të cilën ndikojnë drejt për së drejti kështu në një cilësi më të mirë të gjumit tuaj. Gjumi duhet jetë gjithmonë brenda normave të lejuara, vetëm kështu do të merrni një cilësi më të mirë edhe të shëndetit tuaj. Ushqime mund të ndikojnë në cilësinë e gjumit, ndërsa disa ushqime përmbajnë kafeinë ose sheqer mund të stimulojnë sistemin nervor dhe të bëjnë më të vështirë regjimin e gjumit. Ushqime të tjera kanë efekte të kundërta dhe nxisin gjumin. Kafeina, alkooli, sheqeri dhe ushqimet e rënda nuk duhet të konsumohen kurrë përpara se të shkoni në shtrat. Për shkak të zgjedhjeve të gabuara, kimikate në tru mund të prishin nivelin e sheqerit dhe të çojnë në zgjime më të shpeshta gjatë natës. Nëse zgjoheni me vështirësi në mëngjes dhe vuani nga pagjumësia, duhet të merrni kalium, një mineral i fuqishëm që qetëson sistemin nervor. Magnezi është i domosdoshëm gjithashtu. Bajamet janë të pasur me protein dhe magnez, të cilat janë të shkëlqyera për relaksimin e muskujve të lënduar dhe në sjelljen e gjumit me cilësi më të mirë. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.